Shpresa ka qenë ajo që e ka shoqëruar mendësi njerëzore përgjatë gjithë ekzistencës së jetës njerëzore dhe ka pasur pothuajse një mendim të unifikuar nga të gjithë shkollat e mendimit në shekuj që shpresa vdes e fundit ose nuk vdes fare. Mirë po, me që po shikojmë, apo ndoshta se ne jetojmë këtë kohë dhe na duket paksa më dramatike ajo që ne jetojmë, duket që shpresa ka filluar të goditet nga vetë njeriu që e ka shumë të nevojshme atë, madje e ka kredo jetësore, jeton me të smut jetoj pa të, sepse kështu është i gatuar. Apo vritet shpresa? Kjo do jetë tematika që do diskutojmë në këtë emision të radhës së ciklit Nektar, ku unë në studio kam të ftuar Rovena Tujanin, që është juriste, dhe Farudin Ashanin, hoxh në xhamin Hasan Nahi në Prishtinë. Mirë se u kam në studio.